Përshëndetje zotri, nga e telefonon? Pe Gjermanisë. Si e? Mirë, faleminderit për ty si gjithherë. Mbahet shefi. Jeni moderatore shkëlqyer. Shumë faleminderit. Po. Unë veç e kisha pas një mendim të emin ashtu për ai parafolsi norvegjisë që tha, me thonë ati parafolsit norvegjisë në ati tonë një me gra familjar këtu, po kur shkon në Kosovë e qënë gruën 3-4 herë të frizer, ka në Gjermani këtu se qënë ton vitin deri sa ruhe deri sa të shkon në Kosovë. Se çmimet janë mos me thonë që sharake janë për qëtu që a full kaj për frizere, për qëtu, se çmimet këtu veç me prej flok nga ma shkujton 20 euro të Eli, në Gjermani. E Norvegji sigurisht është edhe ma shtrejt, se s'kom qenë në Norvegji. Po për femra sa është çmimi prerjeve të flokëve për femra, edhin? E saj përket çmimet, absolutisht kjo është veç kamuflazh se çmimet që sa vite, unë që 35 vite do thënë nuk kanë ndodhur që më na ngrit çmimet. Çmimet po na ngrisin agjencionet neve shembull kur është sezona këtu. Po? Këtu shembull na ngritin çmimet, bën çmimet astronomike, që aty se të artikujve të përditshëm ushqimor në Kosovë çmimet janë gjithë njëta, si për neve, si për juve që ka jetoni atje, janë çmimet ajo smunet. Janë raste të ralla, pa e ke po dikush që ka thonë e shef kimenin në qërë, tu e tronin në qërë, vetë nuk e shef, e na jim qashtu. Po përmendje shumë frizerkat, po më intereson çmimi për femra, sa është? Po të thëmë drejtën, çmimi për femra, këtu shoqja jeme që shkon veç me i prese, jo për shembull me, jo është dikun 40 euro, 42 euro, mbarët me larje me ato është din 60 euro, pa larje është 40 euro. E ta shembull shkon në Kosovë është 20 euro për gjysma, është që sharake. Ti e morë një shembull shumë të mirë. Në Kosovë qënë 3 herët e frizerka, në Gjermani ban një vit ndoshta edhe ashkona nuk shkon. Po se qënë një vit, ai zotnia Norvegji sigurisht gruaja tina ton vitin e kur nuk shkon në veçerun kur shkon në Kosovë. Edhe i duket shtrejt, so shtrejti. Eli njëtun e kam edhe m'vjen gjuna muaj, unë kur shkoj me prej flok shembull në Kosovë kur vi. Shembull me 4-5 euro me prej flok. Shkon veç për pikë qefit, regulloma mjekre, regulloma këto, regulloma ato për 4-5 euro krejt, që beli valla që sharake është kjo. Po. Pra, ti arsyeton rritjen e çmimeve kur vi mërgjimtarët. Absolut, se nuk ka rritje çmime, nuk ka rritje çmime, vetëm ai që të rrenë, unë e udhëtoj që 35 vite pej, edhe para lufte udhëtoj, edhe mas lufte, nuk ka rritje çmimeve. Mundet me konë një rast i rrollë, pa aso rast e ki gjithkund buhet. Amo rritje çmimeve normal, të përditshme nuk i me thonë, a ky vjen pej Gjermanisë, ky vjen pej Austrisë, pej anire, janë rritje, ajo është vetëm kamuflazh, është dikush e përdor atë se e këshyr me fol diçka. Zotri, t'falenderoj shumë për kohën. Përshëndes. Ditën e mirë, kaloj. Shumë faleminderit, shëndet.